Banorët në fshatin Trush ashtu si sindikata Arsimi tregojnë se shkolla e mesme e agrobiznesit atje është drejt mbylljes. Banorët shprehin shqetësimin e tyre ndërsa nuk dinë arsyet se pse po mbyllet shkolla në fshatin e tyre. Sipas me kanë shkolla këtu në Trush për fëmijët tanë, pse më quhet rrugash për me mësu atje. Tu kanë se shkolla në Trush me mësu fëmijët ato në shkollën të Trushit. Kam pas shkollë. Glas në vit parë. Shkollë mesme. Dhe tash nuk është më? Ja, më ka thënë me çun bushat. Ose në bushat, janë bërë as apo vitin e kaluar. Ko, vitin e kaluar. Ose me çu janë bërdic, më me çun bushat, ose në Shkodër. Edhe të mbyllet shkolla mesme nuk është e drejtë. Kanë bën një punë që edhe shimjet është viti i fundit edhe nuk i pranojnë më nxënësat. Do t'i çojmë në Shkodër ose në bushat. Tan këtë Trush. Tan ta fshatar që jena këtu edhe nuk ka shkollë mesme. Zinohen zotit. Banorët e Trushit nuk janë dakord që shkolla e tyre të mbyllet. Dakord me kanë shkolla këtu. Nuk jena dakord. Jena dakord që shkolla mesme masi është bon dhe ka filluar dhe të jetë prep. Pa shkollë se kushtet s'kena lek s'kon, jo s'kon, pse mas me kanë shkolla në Trush. Shumë prej familjeve të zonës së Trushit në rast se shkolla e tyre mbyllet, do t'i lënë fëmijët pa i quar në shkollat e tjera të mesme, sepse siç deklarojnë, nuk kanë mundësi ekonomike. Nuk i kanë tan kushtet më çu fëmijët, me pas për shembull shkollën këtu, si varze si djem i lani këtu. Se më çu, ndoshta s'ka në buxhetin, o të kuzi me shkuë, me hangre, me pije, me të tan. Nuk i kanë njerëz me, ne njerëz nevojtar, me thon tan. Jo më ta marr çfarë dakordit, tan kë katon, tan kë vend si ashtu, tan ta banorë si janë këtu, e plotësojnë këtu. Shkollën e mesme, s'ka më shumë më pak bërdica bushati se katon në Trush, katon në bandmaj xhipni. S'ka mundësi më por s'ka tan, por nuk i kanë tan buxhetit. Me rreth këtë këtu jena vendali, tan bashkë këtu, më ndryshe jena tan. Këtu është kushtet janë, shkolla është bash. Pse më sipër nuk tonë zonëzit. Shkolla e mesme e Trushit u vlerësua nga banorët e zonës, aq më tepër që fokus të saj kishte agrobiznesin kur u hap, por tashmë mbyllja e kësaj shkolle nuk është pritur as pak mirë nga ata.